Diola, për shkak që promovon gjithmonë mirëqenien, a është e lotshme mu dok gjithë ka gjë bukur që shpëdokër sot? Shiko, unë sot normal kam vën pak make-up dhe mendoj që ne dukemi shumë herë edhe më mirë kur jemi pa make-up, kur jemi natural, por mbi të gjitha dukemi shumë herë më mirë kur jemi pozitiv dhe ja duam të mirën vetes dhe të tjerëve. Se mendoj që ajo bukuria jashtme, unë pa tjetër e lidh me bukurinë e brendshme shpirtërore. Nuk kam takuar asnjëherë një njeri që është pozitiv dhe është i shëmtuar. Si arrin me rujt këtë energji pozitive, se jeta të përplas me njerëz të cilët edhe mundën me pas një energji të keqe? Ashtu si që jam selektive edhe shumë tekanjoze në ushqim, jam tekanjoze edhe në përzgjedhjen e njerëzve. Mendoj që siç ka ushqime të përpunuara, ka dhe njerëz të përpunuar, kështu që qëndroj larg njerëzve të përpunuar. Po shiko, unë jam një person që gjatë gjithë jetës time kam investuar shumë në zhvillimin tim personal. Po të tregoja edhe pak më herët që unë jam një person që kam medituar që në 2012, kur njerëzit ndoshta mbase shumë pak prej nesh këtu kemi pasur informacione se çfarë është meditimi, dhe ti kur zhvillohesh dhe investohesh vazhdimisht në veten tënde, arrin në një nivel që ta duash aq shumë veten edhe sa ti thuash që nuk mund t'ja jap energjinë time një personi që nuk e meriton. Kështu që e ruaj këtë pjesën e energjisë edhe patjetër ushqim mirë, padyshim. A ke humbur shumë njerëz në jetën tënde për shkak të energjisë së keqe? Se di, nuk janë humbje për mua. Do me thënë për mua janë çlirim nga toksiciteti, nuk është humbje. Çdo gjë ndodh për një arsye shumë bukur, shumë të mirë. Dhe mendoj që gjithë secili nga ne në jetën e vet, jeta vet është një proces. Edhe kur kalon çdo lloj sfide që ti kalon në jetë, janë sfida që ty të duhen për të rritur, për të zhvilluar, të duhen ndoshta për të mos bërë më gabimet e njëjta. Unë them gjithmonë që gabimet janë shkallë, nuk janë asnjëherë diçka për të ndjerë neve keq me veten tonë. Çdo njeri rritet, zhvillohet, ndryshon, është pjesë e procesit dhe besoj shumë fort që gjithmonë universi punon në të mirën tonë, me çfarëdo lloj gjëje që ne na ndodh. Diola, që është diçka që ki dërgu si dëshirë universit që nuk t'u ka realizu, por pret në të ardhmen? Gjitha më ka realizuar. Do të thotë te ka funksionu gjithmonë? Gjithmonë, po. A ka ndonjë treg që ndoshta njerëz të cilët dërgojnë dëshira të tilla e s'realizohen? A ka ndonjë gjë specifike që te ndoshta e ki si proces për që ato dëshira në univers të realizoheni 100%? Shiko, unë mendoj që ti kur e ke atë qëllimin e mirë, fillimisht, është shumë e rëndësishme që ta kesh qëllimin e mirë. Kur e ke qëllimin e mirë dhe kur ke fokus në dëshirën tënde dhe nuk shpërqendrohesh, qoftë nga Instagrami, nga Facebooku, nuk